keq përdorimi detyrës zyrtare që është bërë nga ish kryetari i komunës së Strugës dhe Ramiz Merko. Bëhet fjalë për shkelje të paskrupullt të funksionit dhe pozicionit që e ka përdor, që e ka pas, dhe përpasoj ka dëmtuar buxhetin e komunës me rreth mbi 70.000 euro. Njeriu i parë përgjegjës, i cili duhet ta ndale këtë hof të objekteve pa leje, është i njëjti i cili i pari e ka shkel këtë gjë. Bëhet fjalë për kërkesën për Universitetin Ndërkombëtar Strugës, ku është i lokalizuar tani. Fillimisht ka bërë një kërkesë për leje, kërkesë të cilën pastaj e ka tejkalu lejen me rreth 880 m2. Kjo është në kërkesa në emër të Ramiz Merkos, kjo ka dhe letër njoftimin që është kërkesa e këtij. Është bërë një kontratë shtesë me legalizimin që është bërë 882 m2 janë tejkaluar faktikisht sipërfaqet nga objekti për cilin ka marrë leje, dhe legalizimi pastaj është bëmur me 1 euro m2. Në ndërkohë që sipas rregullores të sjellë nga Këshilli i Komunës, për objekte afariste, pagesa është 3200 denar për m2 ose me fjalë tjera rreth 50 euro. Ka bërë legalizimin me 900 euro, dhe e ka bërë njësoj sikur me qenë objekt individual banimi, dhe ka dëmtuar buxhetin e komunës në rastin e parë me vlerën 46.000 euro. Këto janë para të qytetarëve Strugës, nuk janë para që janë marrë nga dikun tjetër, janë para që mungojnë nga ngrohja e nxënësve tanë, janë para që mungojnë për kanalizime, për ujësjellës, për ujë për pije, janë para të cilët kanë munguar për banka dhe për kushtet mira për mësim. Për të mos ndaluar vetëm këtu, vazhdon ish kryetari dhe tani kandidati për deputet i BDI-s në zonën e 5 zgjedhore, i dyti në listë, zoti Ramiz Merko, vazhdon të bëjë një objekt pa leje, shtesë, objekt të cilin përsëri e bën pa leje. Janë paguar 500 euro, në ndërkohë që është dashur të pagohen 25.000 euro para përsëri të fëmijëve tanë